rast prej kohës më të re, një hoxh arab po na tregon, po thot se më ka tregu një mjek. Po thot e prunë me ndim shpejt një gru, shumë e smut, dhe me njerë në emergjencë e futëm, po me njëherë shisim të paru pa se zemra nuk po i punon. Kanë marrë elektroshokun që me këthy, disa herë, zbon, disa herë, nuk bon, po dojnë me mblu, vdic kjo, nuk ka shpëtim. Por me njëherë filloj tit instrumenti, po të regom qka, zemra filloj me punu. Elhamdulillah, qka është kjo, diçka e pa pritun për mjek. I hapi sytë. Elhamdulillah. Po tash u qu edhe ule ajo. Kur e ka zemrën të nalun edhe kthehet, nuk ka fuqi me lëviz. Edhe vështirë sytë i hap. Lemo edhe mu ul. U ul ajo, që është ka qenë e shtrirë edhe ul, edhe vetëm tha, eshhedu en la ilahe illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa resuluhu. U shtri prap, unal zemra. Muno prap me këthy zemrën, nuk kthehet. Vdiq. Enigmatike për neve. E vdekur ke, erdhën vete, e tha shahadetin, prap unal zemra. Mas 2-3 ditëve shkova, u interesova adresën të burri i saj. Të adin se qka ka ndodhë me grunë tonë, të veqjarë dhe ke marrë gjenazën. Unë e më kona i mjek i cili në emergjencë e kom prit e kom marru në atë paciente. Adin se qka ka ndodhë, kështu. O habit, po do të popim kafe, unë e me burin e saj. A mon qëfar jetë e ka pas ajo? Që shërët puna kështu me vdek, e vdekur, por i ngjallët, vetëm sa me thonë shahadetin, me qka e ka meritu ajo këto? Thot vallahin, 37 vjetë kena qenë burr e gru. Jetë bashkëshortore kena kalu 37 vjetë. Kur as një natë si ka kalu pa namaz natës asajna. Për 37 vjetë. Vetëm se kur kanë qenë ditë asajna, pa pasrët as ka mujtë mu falë. Për ndryshe, e pasrët ka qenë 37 vjetë kur si ka kalu namazin natës. A përshe, me qka po është problem në Allahu? Qka do të thotë kjo? Do të thotë kjo se gjenetia jo. Men kane ahiru kelami min e dunja, la ilaha illa Allah, dhe khale gjenne. Kush e ka në dunja fjallin e fundit, la ilaha illa Allah, hynë gjennet. Hadith sa i vërt autentik, mur fund kjo. Plus ju kanal zemra. Allah po ja aktivizon për disa sekonda, sa me mujt me shqiptu shahadetin, edhe pra po i ndalet zemra. A përshë qka arin me këtë lloj të ibadetit, prej cilit ibadet për fat keq na vetë po e privojmë edhe vetë po e largojmë. Astaghfirullah.